Partin Socialiste. Po do të thua që kur flasim për akuzat, ata kanë marrë simpati. Kur ballafaqojnë programet, të gjithë premtojnë shumë, si që premtojnë të rinj, premtojnë më shumë ata që janë më të vjetër. Instrumentat e propagandës i kanë më të fortë. Shtrirjen kapilare e kanë më të fortë. Edhe si do përballeni me këtë sfidë në këto 28 ditë? Është e pasak. Pra, ke dëgjuar më të flas se bëjmë pensionin kaq e rrogën aq? Për kjo është, do të thënë, reformat që se ne jemi koalicion, dhe ne si nismë thurje, reformat që ne propozojmë, është shturja e sistemi që ka ngritë Rama. Pra, reforma e parë është për të anulluar ligjin revisor strategjik. Nuk ta premton Rama këtë, se e ka bërë. S'ta premton as Berisha, se ishte i pari që e solli. Ajo që ne duam të bëjmë është vendosim kufizim mandatesh që nga kryeministri deri ke dekani i universitetit, në mënyrë që të jetë pra të mos ketë një dekan edhe rektor që nga viti 2000. Këtë nuk ta premton Rama, se kjo është Merimanga që ka ndërtuar Rama. Por ne duam të shthurim këtë rrjetin e Merimangës që ai ka ndërtuar. Tani, më thatë një gjë, lidhe me traditën. Pra ne u provokova dhe ndërhyra. Cili nga këta është i majt apo i djathtë? Pra, këta janë ata që janë në listë të deputetëve, janë në hetim nga SPAK-u, mund t'i marrë SPAK-u me pranë nga para ose pas zgjedhjeve. Majt të Safieta. Këta është klani çaj bën? Çaj bën majt? Çaj bën të majta? Se ti nuk e njeh këto. Dhe më vjen mirë që nuk e njoh klanet. Çaj bën të majta? Çaj bën të majt nga ideologjia? Këta edhe mund të kenë dhe ideologji të majt, mund të kenë dhe probleme me korrupsionin. Cili nga këta? Për sa kohë janë hetim? Apo ata kanë njerëz disa të gjykuar edhe ndëruar. Jo, shiko, më kupto çfarë po them. Nuk janë gabimisht. Më kupto çfarë po them. Nuk po them për gabimisht. gabimisht. Po përcjell interese. Më dëgjoj një sekond. Pushtete, okulte. Ma hidh poshtë tezën, vetëm ta shpjegoj. Nuk e kundërshtoj, nuk e kundërshtoj atë që po thua ti. Po them tjetër gjë. Po them, ai që ka qenë i majt, sepse Sebastiani tha që kanë një ideologji, pra ka qenë ish pronar, më kupton? Ti po thuar për klane. Po klanet nuk janë ideologji. Klanet janë parapolitik, më kupton? Tani thelbi këtu është që këta njerëz nuk kanë ideologji. Nuk kanë as këtë pjesën e identitetit që lidhet me identitetin politik. Dhe kjo është arsyeja pse Benet Beci kalon dhe nga PD-ja te PS-ja pa asnjë problemi, edhe votojnë prapë ata, se nuk ka rëndësi se kë përfaqëson, se këta përfaqësojnë të njëjtën gjë. Me të drejtë lavdrimi thotë që këta kanë qenë mi pjesë e sigurimit të shtetit. Sigurimi i shtetit ka qenë një, s'kem pas dy sigurime të shtetit para 90-s. Që do të thotë janë dy tentakula të ndryshme, po e të njëjtit trup. S'po asnjë diferencë. Kështu që në këtë pikë këta ka ardhur në një farfaze ku as për tradit nuk i voton më. Ndërsa në lidhje me propozimet, siç e thash, ato që ne propozojmë nuk kanë lidhje me ato që thotë Rama, por e marrim dhe atë. Për shembull, Shqipëria bëhet ka një program që shkon në këto detaje, për pensione, për pagën minimale e tjerë. Tani, thonë një gjë mua. Sa herë ka premtuar Edi Rama ujë të pishëm 24 orë? Për sa vite ka premtuar ujë të pishëm 24 orë? Kur unë kam ikë nga Shqipëria në 2013, ishte fushata zgjedhore dhe ishte Edi Rama në opozit premton ujë të pishëm 24 orë. Sot është Sali Berisha në opozit që premton ujë të pishëm 24 orë. Tani, nëse një qytetar në Shqipëri ka ujë të pishëm 24 orë, nuk pi ujë depozite, po hap rubinetin dhe i vjen ujë i rrjedhshëm, po besojeni dhe Edi Rama dhe Sali Berishën, po nëse s'të vjen ujë i pishëm, çfarë rëndësie ka se çfarë thonë ata? Thua që favori juaj në raport me premtimet është që ata janë të pabesueshëm se janë testuar që nuk i kanë bërë. Sepse ka gënjyer për 34 vjet dhe ka gënjyer për një gjë që ti mund ta vërtetosh sa herë që hap çezmën. Hap çezmën dhe kujtohu kush të ka premtuar ujë 24 orë. Nëse uji nuk është i depozitës, besoj në çdo gjë që thon. Po ata nuk mund t'i besosh më sepse praktikisht kanë humbur kredibilitetin. Ai mund ta premtoj pension edhe 1.000 dhe 5.000 dhe ti e di shumë që s'ka për ta bërë. Po Vladi, po ndërkohë kemi edhe një përgjigje të Barbarës dhe të Borës.